Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë hudhrën nëse vuani nga këto tre sëmundje. Edhe pse hudhra ofron shumë përfitime shëndetësore si rritja e sistemit imunitar dhe përfitime të mira për shëndetin e zemrës, ka grupe të caktuara të njerëzve, të cilët nuk rekomandohet ta konsumojnë atë, ose duhet ta konsumojnë në sasi tepër të kufizuara. Sipas ekspertëve, hudhra është një nga erëzat më të mira për të shtuar në dietën tuaj, por në disa raste, sipas Healthyside, ajo duhet të qëndrojë larg nga konsumi pasi mund të çojë edhe në probleme të caktuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Healthyside, do të tregojmë disa situata kur duhet të shmangni konsumin e hudhrës ose ta reduktoni atë në sasi të vogla. Njerëzit të cilët kanë çrregullime të tretjes duhet të tregohen më të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Sëmundja e refluksit gastroezofageal ose shkurt GERD mund të jetë gjithashtu që të ndikohet nga hudhra. Hudhra mund të përkeçojë simptoma si urthi dhe parajatia te njerëzit me GERD, sindroma e zorrës së irrituar. Hudhra përmban fruktan, një lloj fibre që mund të shkaktojë fryrje dhe gazra të njerëzve me zorrën e irrituar, gjë që mund të rrisë simptoma si ngërçet dhe diarrea. Pasi mund të ndikojë gjithashtu në përkeçimin e situatave tuaja. Hudhrën nuk duhet ta konsumojnë njerëzit që marrin ilaçe për hodhimin e gjakut. Hudhra ka veti antikoagulante, pra hodhuese të gjakut, të cilat mund të rrisin rrezikun e gjakderdhjes te njerëzit që marrin tashmë medikamente si aspirinat ose medikamente të tjera për hodhimin e gjakut. Në këto raste, konsumi i sasive të mëdha të hudhrës mund të shkaktojë probleme. Personat të cilët kanë alergji nga konsumi i hudhrës duhet të qëndrojnë larg përdorimit të saj. Edhe pse të rralla, disa njerëz mund të jenë alergjik ndaj hudhrës. Simptomat mund të përfshijnë kruajtje, skuqjet e lëkurës, ejtje dhe gjithashtu edhe reagime më të rënda si vështirësitë në frymëmarrje. Nëse dyshoni se jeni alergjik, shmangni konsumin e hudhrës dhe konsultohuni me mjekun tuaj për përdorimin e saj. Gratë shtatzana dhe ato lehona duhet të konsultohen me mjekun përpara se të përdorin hudhra. Hudhra është e sigurt në sasi të moderuar gjatë shtatzanisë ose ushqyerjes me gji, por në sasi më të madhe mund të shkaktojë siklete si urthi ose dispepsia. Mund të ketë gjithashtu një efekt të lehtë në presionin e gjakut, prandaj rekomandohet më shumë kujdes në konsumin e sasive të mëdha të hudhrës në këto situata. Njerëzit të cilët vuajnë nga presioni i ulët i gjakut duhet të tregohen të vëmendshëm dhe të mos e konsumojnë hudhrën. Hudhra mund të ulë presionin e gjakut, kështu që njerëzit me hipotension, pra me presion të ulët të gjakut, duhet të kenë më shumë kujdes që të mos konsumojnë shumë hudhër për të shmangur kështu uljen e presionit të tepërt të gjakut. Hudhra mund të ulë presionin e gjakut, prandaj duhet jeni të vëmendshëm. Njerëzit të cilët vuajnë nga problemet e tretjes, siç është për shembull edhe dispepsia, duhet të tregohen të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Hudhra mund të jetë e sigurt nëse konsumohet gjithmonë brenda normës, por nëse vuani nga problemet e dispepsisë, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në dietën tuaj të përgjithshme, pasi mund të kundërindikohet edhe mund të shkaktojë luhatje të forta të imunitetit. Në këto raste, është mirë që të flisni me mjekun tuaj. Pasi hudhra mund të shkaktojë shqetësime të stomakut siç janë dhimbjet, fryrjet, gjithashtu edhe gazrat të cilat lidhen me dispepsinë. Nëse e njihni veten në një nga këto grupe, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ta konsumoni hudhrën, veçanërisht në sasi të mëdha ose edhe në trajtimin e komplikacioneve të ndryshme, pasi mund të ndikojë në përkeçimin e shëndetit tuaj. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina dhe minerale. Nëse konsumohet brenda normës së lejuar dhe gjithashtu nëse nuk vuani nga komplikacione të caktuara, ajo mund të shndrohet në aleatin tuaj më të mirë për imunitetin. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina dhe minerale. Gjithashtu ajo mund të ofrojë përfitime në mbrojtjen e shëndetit. Çelësi qëndron te konsumi i saj në mënyrën e duhur. Hudhra, nëse konsumohet brenda normës dhe pa e tepruar, do të ofrojë një sër përfitimesh për ju. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim disa nga vlerat fantastike që kjo barishte do të ofrojë në shëndetin tuaj. Forcon sistemin imunitar.
Studimet klinike kanë treguar se hudhra shkatërron qelizat të dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi se gratë të cilat konsumojnë rregullisht hudhër, fruta dhe perime janë në 35% më pak të rrezikuar nga problemet që lidhen kryesisht edhe me tretjen. Hudhrat janë të mira nëse konsumohen brenda normës edhe kundër inflamacioneve. Studimet të cilave u referohemi sipas Healthy Line tregojnë se vaji esencial i hudhrës do të ulë gjithashtu inflamacionet. Nëse vuani nga inflamacionet ose dhimbjet e kyçeve dhe të muskujve, mjafton që t'i fërkoni këto me vaj dhe do të keni përmirësimin e mirë. Hudhra nëse konsumohet brenda normës do t'jap rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i hudhrës mund të ulë kolesterolin akoma dhe më mirë për trupin tuaj. Gjithashtu ekspertët tregojnë se nuk duhet të konsumoni më shumë se 2 thelbi hudhër në ditë për të marrë përfitimet e saj në shëndetin tuaj. Gjithashtu, floku dhe lëkura juaj do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i hudhrës. Hudhra është e pasur me antioksidant, të cilët janë efikas kundër bakterieve dhe pastrojnë lëkurën dhe gjithashtu ndihmojnë në përmirësimin e lëkurës nga aknet. Këshillohet që nëse e përdorni për lëkurën tuaj të konsultoheni me dermatologun për të evituar kështu komplikacionet nga mënyra e gabuar e përdorimit të tyre. Përfshiheni hudhrën në dietën tuaj pasi do të ndihmojë në përmirësimin e imunitetit. Çelësi qëndron gjithmonë tek sasia e konsumit të saj. Studimet klinike kanë treguar se hudhra shkatërron qelizat të dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbuloi se gratë të cilët hanë hudhër rregullisht kanë 35% më pak gjasa që të preken nga problemet të tretjes. Ndaj konsumi i saj në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Hudhra është e mirë kundër problemeve të mushkërive. Konsumi i 2 ose 3 herë në javë hudhër për gjatë një periudhe 7 vjeçare ka ulur me 44% rrezikun për radikalet e lira në organizëm, sidomos në mushkëri, ka cituar një studim i kryer në Kinë. Duke u referuar këtij ulëmtimi, sugjerohet të përdorni hudhrën në gatime pasi është një agent klinik që parandalon radikalet e lira. Elementet që ndodhen te hudhra kanë në veti të shkatërrojnë qelizat të dëmshme dhe të përmirësojnë shëndetin tuaj. Shkencëtarët e Universitetit Mjekësor të Kalifornisë së Jugut e citojnë hudhrën si një aleate të mirë për shëndetin e trurit. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm. Hudhra ka një përbërës 100 herë më efektiv se sa 2 antibiotikët sipas një studimi të botuar në Journal of Chemotherapy Antimicrobial. Hudhra shkatërron bakteriet të cilat shkaktojnë edhe komplikacione. Hudhra është një aleate e mirë e shëndetit të zemrës. Hudhrat përmbajnë kimikate që mbrojnë zemrën. Sipas Daily Trust File, një komponent i vajit të hudhrës ndihmon në mbrojtjen e zemrës gjatë operacioneve kardiake edhe sulmi në zemër. Përfshirja e hudhrës në dietën tuaj do të jetë një aleate e mirë e çmuar për shëndetin. Hudhra përmban alicin, element që stimulojnë qarkullimin e gjakut dhe vrasin bakteriet. Ato janë të pasura me acide të cilat mund të mbrojnë në shëndetin tuaj siç janë kalcium, bakër, zink, kalium, magnez, selen, vitamina N, B1, C, acide yndyrore esenciale dhe 10 antioksidantë të cilët janë të domosdoshëm në kuzhinën e përditshme për shijen e mirë dhe për shëndetin. Sipas Health Line, konsumi i hudhrës brenda normës lejuar 1 deri në 2 thelpi në ditë mund të japë veprime fantastike antiseptike. Është gjithashtu e mirë edhe për uljen e tensionit të lartë, ka veti të mira kundër kolesterolit. Hudhra gjithashtu mund të shërbejë kundër grumbullimit të trombocideve. Është një diuretik i mirë dhe gjithashtu përmban antioksidantë të ndryshëm përfshirë flavonoidet, vitaminën E dhe komponentës qufurit, të cilët kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme te shëndeti juaj. Gjithashtu ka një përqendrim të lartë të selenit, pra konsumi i rregullt i saj ndihmon në parandalimin e këtyre komplikacioneve, duke përfshirë këtu edhe ato kardiovaskulare. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.